Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ambasada britanike në Kosovë bë thirrje deputetëve të zgjidhin ngërçin e krijuar. Ambasadori Johan Hargraves kërkoi një angazhim të menjëhershëm nga liderët politik për të formuar një kuvend dhe një qeveri funksionale. Ambasadori theksoi se pas më shumë se 3 muajsh nga zgjedhjet e fundit, është koha për të përmbushur pritshmëritë e qytetarëve dhe për të siguruar stabilitetin institucional të vendit. Populli ka të drejtë të presë që liderët e tyre politik të punojnë së bashku për interesin kombëtar, deklaroi ambasadori britanik në Prishtinë. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, njoftoi se ka dorëzuar 17 kallëzime penale ndaj kryeministrit Albin Kurti dhe ish-ministrave të kabinetit. Sipas deputetës së LDK-s, kallëzimet janë për keq përdorim të detyrës zyrtare dhe tejkalim të autorizimeve, pasi ministra dhe kryeministri qëndrojnë në pozitat e tyre pas certifikimit të rezultateve zgjedhore më 27 mars duke shkelur ligjin. Bajrami tha se sipas ligjit një antar i qeverisë duhet të japë dorëheqje një ditë përpara datës së certifikimit, por ata kanë vazhduar të mbajnë pozitat dhe të marrin vendime. Duke qenë se prej datës së certifikimit edhe sot vazhdojnë të qëndrojnë në zyrat e ministrive, duke shfrytzuar resurset, duke marrë vendimet të cilat kanë pasoja financiare dhe pasoja të tjera dhe duke shfrytzuar resurset e institucioneve të Republikës së Kosovës, këta deputet kanë konsumuar vepër penale e sankcionuar kjo në nenin 414 të kodit të procedurës penale. Andaj edhe kemi dorëzuar këto kallëzime penale. Deklaroi Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Aeroporti i Vlorës është gati të presë fluturime. Në inaugurimin e udhëtimit të parë certifikues, kreu i qeverisë shqiptare tha se projekti ishte teje sfidues duke padur parasysh terrenin që ishte 2 metra në nivelin e detit. Çfarë pune jashtëzakonshme është bërë në të gjithë pjesën e padukshme sot për të garantuar një platformë solide të kategorisë më të lartë ndërkombëtare dhe patjetër me të gjithë parametrat e cilësisë të cilat do të certifikohen nga institucionet ndërkombëtare. Krahas asaj, kryeministri informoi se kompania Air Kosova do të operojë në aeroportin e Kukësit. Kompania, tha kryeministri, është regjistruar në janar të këtij viti dhe po punon për të siguruar avionët. Është regjistruar zyrtarisht kompania, një kompani e re shqiptare, tani juve të Kosovës do prekeri në mënyrë të posaçme, një kompani e re shqiptare e cila do të nisë së shpejti për të mos i ndalur më fluturimet në aeroportin e Kukësit. Mund ta tregojmë pak? Po. Air Kosova do të jetë kompania tjetër. Sipas kreut të qeverisë shqiptare dhe me zhvillimin e sezonit, territori do të jetë një magnet i fuqishëm për turistët e huaj. Spakt merr masat për të parandaluar krimet zgjedhore në veri të vendit. Kreu i saj, Altin Dumani, udhëtoi drejt Shkodrës me kreun e prokurorisë, drejtorin e policisë së qarkut dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve ligjzbatuese. Dumani kërkoi që në rastet kur ka akuza apo deklarata publike për shitblerje vote, personat që të bëjnë këto akuza të thirren për të bërë kallëzim në polici dhe prokurori dhe të mos neglizhohen si raste. Kreu i Partisë Demokratike konsideroi 100% transparente kontratën e tij të konsulencës me Krisla Civita. Ka një kontratë me Krisla Civita absolutisht jo për lobi. Për këtë t'jeni 100% sigurt. Kontrata me Krisla Civita është kontratë për konsulencë elektorale. Dhe këto janë të ndryshme në ligjin amerikan. Pra, kjo është e vërteta. Në një konferencë për shtyp, Sali Berisha premtoi se kontrata dhe pagesat do të depozitohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve sipas kërkesave ligjore. Çdo pagesë, çdo transakcion do të depozitohet në kohën e duhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve siç kërkon ligji. Por mos harroni, sigurisht La Civita është personaliteti më i shquar në domenin elektoral që ka shkel më njëherë në Shqipëri. Dhe unë e kuptoj kurreshtjen e normale të gazetarëve. Por këtu kompani konsulence ka patur gjithnjë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.